Përshëndetje Clever. Mirëmëngjesi. Brava. Dy anë të botës. Ome çfarë bën? Përshëndesim ta Sot marketing. Cleverit e suksesit, e marketingut, e grindit ditor, e teknologjisë funit. Sa se the Kjo që për shajna mbledh sot. Sot AI dhe jeta. AI dhe jeta, sa më pëlqen kur thonë AI expert. Shumë pëlqen kur thonë AI expert. E madje dje po mendoja, jemi me shumë fat në brezi që kemi lindur të 80-ën. Se ne kemi kaluar nga topi i lastikut tek banania, që ishte një zbulim më vete. Pastaj erdhën telefonat fix në shtëpitë e gjithë secilit, ishte një revolucion më vete. Pastaj filloi interneti në 2000-shin. Pastaj filluan foto digjitale, që ishte një zbulim më vete, sepse tani nuk kisha më limit. Mund bëje foto sa të doje, edhe ti shikoje në qast. Pastaj ishin do aparatet digjitale. Se ne i marrim a priori ose kanë telefone dhe këta kujtojnë se kështu ka qenë gjithë jeta. Këta breziri, thëmë, jo ne. Breziri, okay, po mirë. Po edhe brezi vjetër e harron. Edhe ne. Edhe brezi vjetër e harron. USB me limit, tani ke cloud pafund. Pastaj kemi jetuar revolucionin e social media, ku njerëzit filluan të takoheshin prapë, kishin 20 vjet pa u pa. Edhe ishin një fillimet e Facebookut. Fillimet e Facebookut. E tani po fillon ky revolucioni i radhës, domethënë te AI që çdo gjë po bëhet kaq e thjeshtë, kaq e kollajshme, kaq. Domethënë volume pune me që donin ditë tani mbaron për punë 50 minutash me $20. Pati vetëm një diçka, pati një kështu web trash ndërmjet këtyre që se si erdhi e iku nuk u kuptova. Doja ta cekej çikate. Pati një web trash ndërmjet që ishte si ato raketat që kalojnë e ikën, edhe pastaj thonë, sa shpejt erdhi, ku ike? Metaversi që erdhi iku. Metaversi. Pa lidhje fare kodo. Unë, kur e prova për të parë atë, ishte HTC Vive-in. Isha të punan turizëm në atë kohë dhe isha në Dubai me një grup, edhe provova unë për herë të parë në një nga këto tipit Neptunat që ka Dubai. E në veja atë si për unë, edhe ishte Painty. Nuk e din që ose ke parasysh Paintin tek pjesa e tek site e virtual reality. Edhe shkoje ti në atë 3D-në edhe vizatoj edhe këte i mu me iku petla. Maro, i ka nga ty unë, 2-3 ditë me ndoja vetëm për atë, këte unë Shqipëri thash. Kjo është e ardhmja, e pashtë të ardhmen me sy, ishte ajo 3D-ja këtej, kjo ishte për para se këta metaversit gjitha, ishte dhe fillimet e HTC Vive-it, ishin ato të para. Jo Google-i me karton, po do me thënë, ato më të avancuar atë para. Edhe direkte unë në herda unë Shqipëria thash, kjo është ardhmja, kjo do bëhet e si ta bëje si këtej. Po u harruaj muhabet, si që harrua dhe web 3, për mu web 3 ka qenë shumë i shpejt. Ka qenë me shpejt si dritë. Sa e lexuam 2-3 libra të ati Bitcoin standard e këtej, dhe siguriku kaq. Edhe merti natë, mendova që miku treni. Po ky i fundit, ky të patak sfare, ky AI. Unë për të parë para 3 vjetësh ndoshta, u bën 3 vjet, mund të janë bërë 3 vjet. Bleva një së dje që mund të quaj program apo platform, që ishte për copywriting. Ai ishte versioni i parë i AI që kam parë, që shkruante ishte për të shkruar artikuj, për të bërë landing pages, për të bërë funnels, për të bërë. Po ishte akoma shumë, ishte goxha mirë, domethënë nuk nxirrte sepse ishte përqendruar vetëm në tekst. Domethënë edhe prodhonte artikuj, ndërsa kishte filluar atëherë ky boom i artikujve të madh përpara Copyscape-it, Copyspace kishte thënë. Edhe më duk goxha, domethënë ishte një lloj për mua ishte super lirim, super çlirim nga volumi i madh i punës, mos e ishte nga research-et ishte qamet. Po ishte edhe shumë i qëndisur. E kam harruar ta shoh prapë domethënë çfarë pike mund të jetë tani, sepse ai ndryshoi atë filloi një kompani tjetër dhe e kaloi domethënë gjitha subscription-it që kishin bërë neve lifetime. Ne kaloi te kjo
gjë e re që bëri, edhe ajo ishte impakti i parë. Pastaj kur doli ChatGPT-ja pastaj ishte jetë tjetër, që në atë moment edhe që u hap, edhe E unë maj isha mend si shumë, dje po, nëntor 2-3 i 2022-shit. unë e mbaj mend Bota u zgjua me GPT-3-shin. këtë impakti i parë ishte domethënë direkt ai që të përgjigjet e të jepte një përgjigje që ti ta merrte mendja, edhe pse ishte akoma kështu. Sidomos për copywriting ishte akoma keq, ishte rënd akoma, do ishte ato përgjigjet ishin shumë flat, shumë të sheshta, vazhdojnë të jenë, që e gjithçka varet nga prompti, domethënë pastaj filluan dilin ta që të paktën kisha në rrjet sa kështu inxhinier promptësh që më tërmen ishin njerëz që jepnin kështu tips sakta që tregonin si bëhet dhe si nuk bëhet dhe pastaj çdo gjë domethënë vazhdoi. Po më duhet të qenë jo 2023, më sa një 2022, apo ja. 2022-shin thash unë, po mund të ketë qenë 2021-shin. Më Jo, duket pak 2 vjet, mund ka qenë 3 vjet. 2022. Edhe ka 3 qenë vjet, aty 2022. edhe ka qenë aty me më duket se Midjourney doli i pari që bëri atë dhe pati ai një lloj kështu për punë. Ishte i dyti. Jo, më Ishte duket se prompti. Midjourney doli pak a shumë njëtën kohë me Dallin, se këto nxorën të Dallin. Po. Edhe domethënë të dyja këto ishin shumë të edhe pse ishin minimale edhe kishte kështu një prodhim kontenti të pasakt, domethënë kishte nevojë për shumë rregullime ajo që ti nxjerrje, ishte prapë kollelik i madh për njerëzit që s'kishin akses në dizajn për shkak Midjourney. Do që ti mund të bëje dizajn, mund të bëje një imazh, mund të bëje një po një poster, një çfarë të lloj gjëje që ti kishe nevojë për atë marketingun tënd thonjza, edhe pse shumë njerëz fillon ta përdorin për qef. Po, ose dish për të prodhuar gjëra gallat. Po të dyja këto domethënë fillimi ishin shumë të frikshme. Pastaj kur dolën këto Claude dhe Gemini nuk u fiksova shumë se domethënë kisha atë modelin që i kisha marrë dorën, edhe unë e marrë me ChatGPT gjithkohës. Kam marrë pastaj disa bots që lidheshin me Make, edhe ata kishin kështu automation tasks që prapë ishin ata do ta lidhje me ChatGPT-n. Po mund të them që tani ti je solopreneur tash që nga më e lehtë se kur sot me gjë automation që mund të bësh me AI është me frikshme do ta mendosh. Po pra, produktiviteti ka vajt në maksimum, ma. Po. Edhe çfarë do thot kjo për ne, që edhe më shumë jemi të shtyrë drejt freelancerit. Për ne do thot që ti s'ke produktiviteti do thot fractional employee. Ti paguan $20 për punë që vlen 10, 15, 20, $30,000 volume, kështu research, volume. Për mua gjë e rëndësishme është research, domethënë sa më shumë insight kam për një projekt, sa më shumë të dhëna që të kem për një projekt, më mirë është të diskutohet se marketingu të dhënat i ka jetike. Por çështja është edhe më është tjetër gjë po ti mbledhësh ti të dhënat manualisht në Google Search. Që tani është old school domethënë i bie kjo, akoma i bie që në Google Search kështu manualisht është si të punosh me lapse me letër. Edhe është tjetër gjë që të kesh një asistent AI që të mbarojë gjithë punën që ti kishe për ta bërë dhe të faqosur dhe të renditur, të vërë në për tabela, në për gjëra që duhen, për dokumentat që duhen, domethënë. Nuk e di. Unë do thëra që shumë njerëz thonë që AI është më i rëndësishëm se elektriciteti, se interneti. Në rast parë, s'do kishte internet pa elektricitet, dhe s'do kishte AI pa internet. S'do kishte AI pa internet. Për mua, si i lindur në Shqipëri, interneti ishte ai më i rëndësishmi. Sepse interneti na dha mundësinë, ka një botë aty, kupton? Tash ishte edhe printi, ishte edhe gjitha këto gjëra tjera, po ishte fërkimi i madh.
ndryshe kur interneti solli këtë lirinë të shprehur dhe sidomos ai i content tipit të social media që ne pam live, unë mora vesh live se si ishin të gjithë moshatarët e mirë të përqar botës dhe ti kupton që s'kan asgjë ndryshe. Kupton çfarë po them? Pra ai e vuri të tregun global në njëjtin nivel. Aksesoj, po. Ta hapi. Bëri të aksesueshëm informacionin të shpejt, më të fundit, pastaj erdhën mënyrat e informacionit me video, me audio, podcastet, po interneti e solli atë mundësi. Sepse më përpara duhet isha në një nga këto qendrat botërore që të kisha akses në informacion, në know-how. Kupton çfarë po them? Dhe njerëzit zhgërryeshin e hudheshin, bënin saltro vetëm me vajt në këto zona, Londra, New Yorku, nuk e di çfarë them. Zona që po tisha aty, jo vetëm networku, por edhe aksesin informacion. Ishte më i shpejtë dhe më i freskët, më i avancuari. Kështu që unë nuk e krahasoj me internetin, por mua interneti ishte ai që bëri ndryshimin, që na vuni ne në hartë, ne edhe të Shqipërisë, se ndryshe do hanim njëri tjetrin, prapse prap. Por AI tani e sjell mënyrën e komunikimit me makinën në një aspekt tjetër. Dhe është ndryshe nga 0 dhe 1, ti jep komandën, këto majtas djata do t'i japësh çdo gjë perfeksionuar, software-i dhe gjitha janë shumë mirë, e kanë çuar siç thash, më shumë shkojmë drejt tregut global, që është software as a service dhe gjitha këto, më mirë është, por ky është një mënyrë tjetër me bo muhabet me makinën, dhe si do të kuptoj makina. Dhe kjo është ndryshimi i madh, po nuk e krahasoj me internetin, as me elektricitetin. Tash ta thon. Mund të jetë nga pikpamja e ndoshta e krahasojmë për mënyrën se si janë bërë gjërat, domethënë elektriciteti ndihmoi që pajisjet ishin më të fuqishme dhe solli punën gjatë natës, që njerëzit vazhdonin jetën e tyre. Po, domethënë kjo ishte switch, jo shkëmbimi, kjo ishte kalimi, domethënë. Prandaj krahasohen me elektricitetin. Interneti solli, komunikimin më të shpejtë dhe informacionin më të shpejtë, akses në çfarëdo lloj informacioni që më përpara ishte shumë i ngadalt. Kurse kjo tani ndryshoi prap mënyrën si po punojnë njerëzit. Pra nëse unë për të punuar për të bërë një projekt, isha i detyruar të punoja me një designer, me një data analyst, me një profesion tjetër, me account manager, tash nuk e bëj më. Tani i kam 2-3 tasks, i automatizoj, ose kërkoj që t'i bëj dhe them që më bëj filan gjë. Çdo gjë tani varet më shumë nga aftësia ime për prompt, se sa aksesi im tek burimet njerëzore edhe buxheti im. Domethënë kur të mendosh që për të paguar 3 veta të kësaj natyre, domethënë një account manager, një data analyst, nuk di se çfarë tjetër, domethënë do të kesh i tim 3-4 vetash në këtë aspekt flasim më data, domethënë çka ka interneti, çka do të bësh ti. Do paguash ja fuskot $5,000 në muaj. Tani me $200 subscription në muaj të kjo ChatGPT Pro që ishte. Proja, jo Proja, si ka niveli tjetër. Ky që është $200. Pro është. Proja. Dhe do të thonë është super powerful, është i frikshëm ta mendosh. Edhe pse kur ti mendon $200, mendon $200 sepse mësuar me subscription si janë 10, 15, 20, edhe duket se qa, po ndërkohë që ai kursen $5,000, $10,000 staff në muaj, edhe plus që cilësia është 90% e garantuar, edhe ti do t'i kontrollosh të dhënat, gjithsesi. Po prap do më thonë është folum punë e jashtëzakonshme për $200. Kurse këto modelet e tjera, me thonë drejtën, janë specializuar se cili tek e mira është janë specializuar se cili tek një gjë. Jo modelet e tjera, këto service providers të tjera. Shumë cloud. Po thua për LLMs, për chatat. Po. LLMs-at. Po, sepse do të thuash AI është akoma herët. Është, janë fillimet, por nuk është tamam ajo që
kemi frikën ne që do vi ky roboti që do na tërboj. Edhe pse kishin filluar ata, e ke dëgjuar që ishin 2 botë që kishin bërë gjuhën e tyre që komunikonin, ishin në Google, duket. Në këtë, Jo, se kam në dëgjuar ka. këtë, duket, nuk e di sa vërtet është, pas se më ndoshta më shfiksu më gabim, po. Në këtë environmentin e Google-it që kanë gjithë to pajisjet që bëjnë testime dhe gjëra, edhe aty ku prodhojnë programet dhe softwarët për këtë environmentin Google, për këtë mjedisin e Google-it. Ishin 2 bots që kishin shpikur një gjuhë të tyre edhe komunikonin me njëri tjetrin me këtë gjuhën që kishin shpikur vetë. Edhe e bukura ishte që u detyruan të fiknin pastaj, sepse nuk arrinin ta kuptonin që çfarë po thonin të dy me njëri tjetrin. Edhe ishte për mua shenja e parë e frikës, që pyetje këta. Por para asaj kishin sa histori Terminator. Jo, ishin histori të inxhinierëve të Google-it që përpara se ta rafinonin në moderim, ai ishte raw material i këtij AI-t, edhe kishte histori që ky AI fliste dhe i thoshte, po ti nuk e do gruan tënde, ti më do mua për shembull. Edhe i thoshte, nuk është e vërtet, ti ri me atë sepse të leverdis më mirë, se të mos trish me atë lloj gjërash. Edhe historia ishte që ky inxhinier i vajti gjumë ky, edhe s'po zinte gjumin na. Po mashtrote ai, thoshte, ti në të vërtet ndo mua, jo atë, i thoshte ai, se unë të kuptoj ty më mirë se ajo, që si thoshte. Derisa pasaj e moderuan atë, se nuk e lanë si që, po do me thënë, historitë e këtyre, modelit parë që ishe pa moderuar, ishin kështu, që AI sulmonte njerëzit e tjerë, i thoshte gjëra që t'i vinte mend. Pasaj është e kjo puna robote, po gjithmonë frika fillestare është a do ma marri punën, pra a do kenë më vlerë aftësitë e mia. Pasaj e dyta është a do më bëj mua si kone, ose si një kafsh, pra a do marri trup, edhe a do na vëj ne zinxhir. Është frika e dytë. Po e para është a do e bëj gjërat që un kam investuar, kohë, lek, mund, për aftësi të mi zhvlerësoj direkte. Sepse çdo aftësi që ne kemi është si investim në stok. Ti ke investuar, nuk e di a do dilte mirë, mendon se do dali mirë, investon kohën, lekët edhe energjinë, edhe ke një aftësi. Korrekt? Pastaj vjen një AI ose një teknologji dhe ta fshin gjysmën e vlerës asajt. Dhe nga që tani disa gjëra na e kanë fshirë, për shembull, ca gjëra që unë di nga Photoshopi tani nuk duhen më, është vetëm një klik. Me pen tool. Bëhesh me pen tool, rrie 2 orë ti kapje mirë ato fjet e flokut e të gjitha, dhe tani është një klik. Tani kjo kohë që është harxuar, leku për kurse, për shkollat, për gjë, nuk do t'ja di teknologjia. Thjesht e ndryshon atë me një klik edhe tani ky paralelizëm është për në shumë gjëra tani me teknologjinë. Dhe frika e parë është a do miki tërë investimi. Është njësoj si të kush investuar lekët e tua, apo ke investuar gati nga të gjitha për këtë aftësi. A do miki ajo aftësi, vlera e aftësi. Dhe e dyta është mirë do miki ajo, dhe se dim se si do e bëjmë, dhe këto në fillimisht kanë folur për UBI-n, po pasaj a do na bëjnë kone, a do na bëjnë kafshë shtëpiake AI, a do marri trup si robotët, si ato testës, dhe a do shkojnë në për qytet. Ajo pasaj është më e tmerrshme, po. Sidomos kjo se si do mjetojmë me profesionin. Me thënë drejtën, tani kam parë vetëm pluse, do thënë në pozicionin që kam qenë. Tipit që më nuk kam hasur akoma, nuk kam parë akoma një punë që tjetë e shkruar me AI, e menduar me AI, më mirë nga që të nxirja vetë. Ajo që me të vërtet më rrezikon është dikush tjetër që ka aftësinë përdor AI më shumë se unë. Sepse momentin që edhe hilja më e madhe besoj nuk është tek AI që të bëj punën që do bëje ti. Hilja më e madhe besoj se është ta përdorësh AI-n për njerëz të cilët
ti nuk e akseson dot për momentin, domethënë një account manager, dikë tjetër, një creative director që ti se Po. ke një designer, Pjesë të dhe projektit. pjesë, domethënë këto copëza të tjera të projektit, domethënë nuk ka për ajo që e bën për mua AI të pazëvendësueshëm, nuk është që të bëj punën time më mirë, po do më ndihmoj mua si pjesë e skuadrës, domethënë që unë bëj brainstorming, që të më japi të dhënat, të mbledhi gjëra, sepse nuk ka arritur akoma në sidomos ChatGPT që e harron domethënë në të njëjtin chat. Mbasi kalojnë disa, i kthemi më mbrapa, harron se çfarë është thënë më sipër. Përdoret për AI, domethënë sjell këtë grupin e njerëzve që ti ke nevojë të flasësh, ta sjell në çdo moment. Domethënë që ai shkërben, kështu thuhet, shkërben kur ti imiton dikë, edhe po shqip. Ai shkërben personin të cilin ti ke nevojë, kolegun tënd, të cilin ti nuk ke akses për momentin. Dhe është një super koleg. Kjo është vërtet fuqia e AI, mendoj unë, faktet shumë ka shërbyer mua. Domethënë është një super koleg. Dhe ajo që pse nuk ka për ta marrë, më thonë za punën, të pakën ne që jemi në industrinë marketingër, sepse nuk ka akoma akses tek konteksti i klientit tënd. Domethënë, e para punës, marrëdhënies që ke ti me klientin dhe bot kuptimit të tij, më ke parasysh backgroundit të klientit, të flas të personit, të njeriut, jo të klientit, të kompanisë. Dhe prandaj dikush tjetër që mund të bëj punën më mirë në letër, si të thuash, nuk ka për të marrë klientin tënd sepse prap nuk di kontekstin, nuk njeh shumë gjëra, nuk njeh. Ta bëj pak avokatën e djallit unë Jepi. për ta që po na dëgjojnë edhe që thon ja ky tani s'do marri dizajnera, s'do marri këtë, s'do marri atë. Normal Po që s'është kjo humbje e pune? Jo për Tash mua. çështja është, cila është diferenca ndërmjet të marrësh një account manager edhe dikë tjetër një designer dhe çdo person tjetër që duhet tek një projekt për një fushat, dhe diferenca ndërmjet ti të përdorësh AI-n në vend të këtyre personave, të shkërbesh këto persona, ti zvendësosh, dhe ti marrësh këto persona dhe ata si ekspertët e asaj fushe dinë më mirë ta përdorin AI për atë zonë, për atë rreth të aftësisë. Tek dizajni akoma jo, domethënë ka akoma edhe pse po ta mendosh Canva vetvete mund mos jetë domethënë kjo niveli Adobe ose nuk e di se çfarë i konceptualisht. Me thënë drejtën, shumë nga gjërat që bën AI mund të kishe marrë një template nga Canva. Po, pra, domethënë që ishte aty si mundësi që më përpara AI-t. Po Canva në vetvete tani është një formë AI. Domethënë sepse mënyra se si ata është domethënë një language model i imazheve. Domethënë ai si software është i stërvitur në gjithë përvojën e këtyre dizajnerëve për të prodhuar broshura, fletpalosje, për të prodhuar PDF, për të prodhuar postime, dhe gjithë përvojën e madhe ka marrë dhe ka futur një model më të thjeshtuar dizajn. Domethënë prap ka një lloj është prap një database të cilën ti e akseson dhe mbaron punë. Njëjta gjë është dhe me AI, domethënë është jo me AI, me këto modele që i quajnë për kollajllik AI, po që në vetvete janë LLMs, domethënë large language models. Po, pjesa chatit, po. Po, domethënë ata kanë një database të madhe që ti akseson për i herë. Kjo është ideja. Domethënë te kjo kush di ta përdori më mirë database-n, je prap njësoj, është prap ngelet elementi njerëzor. Domethënë ti je prap përpara një biblioteke të madhe. Te kjo biblioteka e madhe është kocienti jot i inteligjencës se si do e përdorësh ti këtë bibliotekën e madhe. Se ti mund të futesh aty të lexosh 5 milion libra dhe prap rezultati jot i punës të jetë mediokër. Ndërkohë që futesh lexon vetëm një libër atë që duhet edhe mbaron punën në mënyrë të shkëlqyer. Ajo që kam vënë re unë, që është në argumentin e atyre personave që thonë, po pse nuk merr dikë që di ta përdori AI-n për atë fushë, është se ai person që e përdori AI-n
për atë fushë caktuar, qoftë edhe design, e kupton shumë mirë, sepse që nga koha kur jemi na kanë bërë këtë në kanë dhënë AI-n e parë, edhe pastaj jemi marrë me atë dhe me tërë këto 2 vite, 3 vite, kush është një dizajn e mirë e ka kuptuar shumë mirë se ku është roli i AI-t, pra ku është pjesa më e fortë, qoftë në brainstorming, në research në të gjitha. Ku është pjesa më e fortë e tij dhe ku është pjesa më e fortë e designerit, i cili është një person që ka një inteligjencë emocionale, kontekstin, marrëdhëniet me njerëzit. Pra ka disa gjëra që AI nuk i kupton aq mirë dhe e di më mirë se ku është qëndron e forta e AI-t në atë fushë dhe ku futemi neve. Kupton, këto dhe atoja. Ka dhe nga ta dizajnera që thjesht nuk duan ta pranojnë që në nivelin që janë, në gjërat që mund të bëjnë, shumë mirë mund të kishin marrë ose një template ose t'ja bënte AI. Kupton? Dhe nuk duan ta pranojnë këtë pjesë. Dhe me thënë të drejtën, dikush që sa e fillon, më mirë të përdori AI-n ose të marrë një template, sepse nuk është akoma në atë zonë. Le të bëj praktik, por është në një pikë që është më mirë ato gjëra. Dhe këtu është edhe problemi i madh me AI-n, i cili merr nga këto punët e vogla të cilën do e çonin dikë në atë pikë që më pas të ishte më i mirë se ç'mund të bëj AI, se ç'mund të jetë një template. Por nuk të lën më tani, sepse më përpara ka qenë template, tani fut edhe AI-n, large language model për të nxjerrë ty çfarë duhet bësh, dhe generation model, mid journey dhe gjithë të tjerët, që mund ta bëjnë atë punë më mirë se dikush që nuk ka eksperiencë edhe që gjatë kësaj eksperience nuk e ka çuar eksperiencën në ato gjëra që e di që AI nuk mund të konkurrojë. Kupton çfarë dua të them? Dhe është e vështirë për dikë që nuk i ka ato lloj aftësish, se si do i bëj ato aftësi? Sepse tani për tani më mirë përdorim të gjërat e tjera. Pse do të përdorim njëri? Dhe aty është për mua aty është ngërçimi i madh, se si këta njerëz do shkojnë nga fillestar me internshipe që të marrin eksperiencën. Se si do merret kjo eksperiencë? Tani për tani është shumë e thjeshtë. Pse do të marr një frymor ku ka makinën? Makina ma bën edhe më mirë, biles. Dhe më shpejt. Mbi të gjitha. Edhe më shpejt, më mirë, elementin 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. Po. Kjo çështja e dizajnit është pa problem, në fakt, sepse unë mendoj që është akoma shumë i ose ndoshta jam mësuar unë me tjetër ide vizualesh, do të thënë nga të krijuara me ilustrator, do të thënë që mirë keq kishin një ndjesi nuk di si ta tregoj, do të thënë arrija të perceptoja elementet veç e veç. Nuk arrit ta shpjegoj tani se si. Kurse këto imazhet e gjeneruara tani me AI, sa do të mira, sa do të plota që t'jen, kanë një lloj plasticiteti që nuk arrit ta shpjegoj dot. Janë akoma, do të thënë, okay, ti e kupton që ato janë gjenerike. Ato që kam parë unë dhe që kam mundur të bëj janë gjitha gjenerike. Janë gjëra që mund t'i gjeje në template. Kështu që është akoma dizajnerat kanë edhe besoj në një vit kohë që të gjejnë mënyra të tjera për të gjeneruar para se. Ose në atë një vit e kupton aq mirë si ta përdorësh makinën, sa ti e përdor më mirë nga të gjithë tjerët, si në prompte, si në mënyrën e muhabetit me makinën, të gjitha. Ajo që ndodh është që prap koncepti është elementi kyç i gjithë kreativitetit, i gjithë marketingut. Nëse ti ke koncept të dobët, nuk ka rëndësi me çfarë realizon, mund ta realizosh me dizajnin më profesionist në botë, mund ta realizosh me AI, mund ta realizosh vetëm me Canva, ngelet prap dobët. Ndërkohë që ajo videoja që më çove që duhet ta vendosim në description, që unë isha në të gjejshëm që ajo ishte video me AI, që kishte mangësirat e veta që nuk ishte përsosur, kishte një mesazh mbrapa, kishte një kontekst që ta shpjegojmë një herë videon për njerëzit që na dëgjojnë. Kjo është një video që kam bërë për vendin ku punoj, edhe është e bërë me bebe, sepse gjithë historia është që unë kam pasur një seri me baby talks në TikTok, edhe kanë vajt ato 60k, 70k views, tërë ato mira like. Do me thënë na kanë ndihmuar shumë. Po baby talks për si me thënë për dizajnin të bëja si designer me një klient. Pra gjëra kështu që të dhinë të qesh. Tani mas asajt tash po të bëj një videoklip, se doja të shikoja për një kështu tip kolon zanore ose një sigël
se këtu në Amerikë për shembull ka shumë biznese që kanë këto gjëra dhe në radio dëgjon shumë. Edhe thash po sikur dhe gjeta bëra kërkimin tim edhe këto se unë më përpara si isha marr fare me këngë me AI. Bëra këngën, thash ose mos bëj dhe videoklipin. Dhe videoklipin mua më vinte thjesht sepse isha marrë me birolle ndryshme dhe kisha fut birolle te këto se unë bëj tash teknikisht quhen AI avatar. Kam bërë 2-3 për punën. Dhe kjo ka ardhur si nevojë sepse CEO-ja ishte i turpshëm. Jo po thonjt një ditë, jo po flokët një ditë tjetër, jo po s'kam kohë këtu, jo po këtej, edhe nevoja na bëri. Shumë mirë, po. Dhe kanë funksionuar në TikTok. Në çështjat e tjera nuk e di pse nuk na shtyn. Dhe e kisha këtë aftësi dhe thash ta bëj tër videoklipin, bëra tër videoklipin, doli mirë për çfarë mund të bëj AI tani për tani. Mbase e bën edhe më mirë me ca modeli që unë thjesht nuk kam akses tipit të Hollywoodit, nuk e di çfarë të them. Unë po e shihja me syrin kritik, domethënë kjo është e bukur. Unë po e shihja me syrin kritik të një pune kreative që me storyboard edhe me plan. Okay. Që synon të krijoj bazë që është pjesë e marketingut. Domethënë po e shikojmë tamam me syrin kritik zero se po është një prodhim që do ja shes dikujt. Dhe asnjë nga ato mangësitë që kishte prodhimi i vizualit nuk e zhvlerësonin atë idenë edhe argëtimin që kishte që sillte kjo piece of content, domethënë kjo video ishte shumë argëtuese, ishte shumë gallat, kënga ishte çuditërisht shumë e këndshme. Kënga është në spanjishme inshallah, po di spanjish për ta marrë vesh çfarë bësh fjalë. Pak a shumë e kuptoja se çfarë. Edhe do të jesh është edhe shumë niche sepse është për brenda transportit. Domethënë vim prapë tek ajo që kjo ishte një videoklip për dashurinë që kishte ai kamionist në kamion e vet. Edhe i thoshte dispatcherit që nuk do bëj punën e do ri me kamionin, edhe ishte gjithë historia, gjithë morali që ky kamionist kishte rënë dashuri me kamionin. Edhe ka disa raste prandaj edhe argumenti që të bëhesh një lloj këngë e tillë, sepse ka shumë raste të tilla. Bin tashni me kamionin, i bëjnë kamionit lloj kështu me grafitet i grafiatorat në kaluar metalizato, i bëjnë neone poshtë çfarë si fusin. Domethënë shikon të gjitha këto që ti thua janë kontekst. Që ti mund të thuash se ja më bën një video për kamionistin e për kamionin dhe pa pasur këtë lloj konteksti, çdo lloj gjë që të japi ty ja nuk ka përqen kur kaq njerëzore dhe e prekshme dhe relatable edhe e pasqyrueshme në atë anën tënde emocionale si target group. Do jetë shumë e zorshme. Pra, do të jetë në radhë të parë personi i ndërgjegjshëm për outputin që kërkon dhe pastaj AI ka për ta ndihmuar me volumin e punës edhe që ta prodhoj atë që ky ka në mendje. Po do ta kesh ti gjën në mendje. Atë gjën që ke ti në mendje nuk ta fut dot AI, do ta kesh ti me vitet e tua të përvojës, me researchin që mund ta bësh me AI, me researchin që mund ta bësh duke gjitha janë bërë research çdo gjë. Unë mundojmë që në punën time të fus sa më shumë AI, sepse halli është që t'jem gati kur gjërat përmirësohen. Ke parasysh çfarë do të them? Është kjo, FOMO ose mos gjërat përmirësohen, edhe unë do të filloj nga fillimi, për shembull, një gjë si Midjourney, ta mësosh nga fillimi, e di çfarë thotë, me tërë ato parametra, me tërë ato gjëra. Nuk është si më fut prap një kurs i 4 mujor. Edhe është më mirë ta di dhe ta shikoj si mund ta përdor, dhe unë për momentin nuk e përdor për gjëra fotorealistike, hyperrealistike, e përdor më shumë për gjëra wild, që shkojnë kështu me Chaos 5, pjeta, me parametrat e eksperimentit që kanë nxjerr tani, e përdor për gjëra edhe Midjourney shumë i mirë për atë gjë. Edhe i duket që po profilizohen pak. Për gjëra fotorealistik më shumë përdor Imagen 3-shin, tash edhe me 4-ën, edhe më mirë. Identik, lëkura, çdo gjë me Google-in. Po çështja është që ti e mëson, je gati nëse gjërat përmirësohen, dhe ndërkohë e fut në një workflow. Dhe për shkak se është fillimi, workflow-t e mia janë kështu lëmshi vërtet. Domethënë 3-4 gjëra për fillimin, pastaj ai videoklip mund të jetë bërë me 10-12 platforma të ndryshme. Si videoklip.
Dhe është dhënë lek në disa, është mujore $10 në një tjetër, janë marrë LLM-e, Gemini, më shumë përdor Gemini. Domethënë ka pas një orkestrim, workflow, platformash që të nxjerrësh ai videoklip, por që unë jam i sigurt që në të ardhmen do ketë një që do i hudhi, që do thotë e fillon këtu, dhe ka pas prova me disa nga këto modele. Për shembull Perplexity mundohet ta bëj atë gjë me searchin, duke futur shumë modele brenda dhe ti e fillon me imazhin, e fillon me këtë, me frame-in, me ku do shkoj, me kamera kontroll, me çdo gjë e bën në një vend, që mos kesh pse të kalosh, po me që është fillimi. Ajo që po thoya çfarë për në lidhje me ChatGPT që harron është që ti jep një përpiqesh ta mësosh, ta krijosh një bot më vete për të bërë X task, dhe duhet t'ja refresh-kosh dhe her pas here duhet t'i thuash që refresh memory me çashtën, me gjithë chatin më sipër, që ai të shikoj çfarë prompti ka marrë në fillim, çka ke kërkuar të bësh në fillim, të bëj refreskim të gjithë kontekstit, sepse ChatGPT e harron këtë. Këtu ka Po duhet ta ngel kesh mbrapa. opsionin për personalizim. Nuk Duket se e ka dhe GPT-a tani. Gemini e ka pasur prej një muaj gati. E ka pasur, po, okay, një muaj. Jo, prej një muaj e ka pas që mua më tani e kanë personalizuar çdo gjë që bëj, e ka parasysh kontekstin, pozicionin gjeografik, çdo gjë. Por tani e kanë futur që ky është varianti i fundit që është bërë akoma dhe më i fuqishëm, sepse është në akseson tek i gjithë workplace jot në Google, dhe automatizimi i taskeve tani është i lidhur dhe me Google Drive-in, me Gmail-in, qëse ke Gmail-in. Po, unë gjithat Google-it kam. Dhe ai ka akses mbi një ekosistem që ti punon, dhe kjo ka për të çuar shumë përpara, sepse ka për të shmangur këto pagesat edhe ka përcimet nga një platformë në tjetrën. Më shumë se pagesat është ideja e kapërcimit që edhe agentic AI që të shkoj dhe të bëj tasje vet pa ndihmën e njeriut, jo vetëm në researchen e të dhënave, po edhe në bërjen e taskeve. Dhe ke Manus AI, ke GenSpark, ke disa që po mundohen që të jenë në këtë lloj hapësire të agentic AI. Po mundohen. Po këta e kishin arritur, domethënë sa pash Google i ke fundit them se është i na shkalon gjithë tjerët. S'kam qenë herë tifoz i madh i Gemini, nuk pëlqente shumë ajo. Ishte shumë i ngecur në fillim, shumë i thatë, edhe pse kishte database e Google-it, okay. Po ose ndoshta nga që kisha marrë dorën ChatGPT-s, dhe domosdoshmë ishte shumë, thjesht nuk ju futa. Po tani do ta provoj këtë metodën e këtë që ka gjithë aksesin në ekosistemin e këtyre aplikacioneve të Google-it, të them se ka për të ndihmuar jashtë masës, domethënë njerëz që të kenë workflow të pashkëputur nga një gjë tjetra. Sidomos nëse gjithë kalendarin tënd e ke në Google Kalendar, dhe atëherë mund të përdorosh Gemini-n më bëj një visualization për si e kam përdorur kohën time javën e kaluar, muajin e kaluar, dhe të bën një analizë të kohës, që është gjë e mirë se si e ke përdorur, që s'ke nevojë me vajtë në për aplikacione të treta. Edhe kjo ishte, kjo është një përparim, një advancement i jashtëzakonshëm, që lejon të kollajlikun tipik që kanë nevojë njerëzit, pa pasur nevojë për palë të tretë, domethënë që ti mund ta bësh vetë. Më them që Chelsea kjo do jetë. Them që Chelsea është jo ke të bëj punën tënde më mirë, më Chelsea është tek të ndihmoj ty të kursesh disa. Po nga njëra, shiko, se neve llogarisim kështu. Nuk besoj se do ketë njerëz që do thonë nuk po marr është dikush që do bëj një fushat marketingu, do i thot një agjencie që dëgjoj, urdhëro po vike ty ose mund të marrë një freelancer. Ashtu si një copywriter që gjen një projekt nuk ka për të punësuar një designer se do ka për ta zgjedhur nëpërmjet AI-it, ashtu dhe një designer nuk ka për të një copywriter. Një copywriter, domethënë që aty shkon, dhe çështja është që projekte ka pafund, domethënë marketing ka pafund, sepse ka produkte që kanë nevojë të shitet, ka shërbime që kanë nevojë të shiten, ka sa më shumë
software as a service të dalin për ditë aq më shumë do jetë nevoja për designer dhe për copywriter. Domethënë, nuk është se do zhduket nevoja për marketing. Flas për këtë lloj industrie. Jo, Që do ta zgjidhë ideja AI. është tash frika është që nuk do ketë aq shumë volum në kërkesë, se në ofertë kuptojmë do ketë më shumë. Do Në- ketë më shumë sepse në kërkesë. po, sepse po të shohësh ka gjithmonë më shumë produkte dhe shërbime që ofrohen online. Domethënë që edhe ka nevojë gjithmonë më shumë për marketing. Po mirë, ajo edhe pamosisht online do kishte nevojë për promovim, sepse mungon promovimi kur e ke fizikisht. Po tani online është shumë jetike. Është shumë jetike marrja e një profesionisti, se përpara ti, domethënë, përpara marketingu bëjmë jo një digital marketing. Një shitës kështë broshura, shkonte nëpër pika, caktura, e binte telefonit, që do vazhdojnë të bëhet. Po ndërkohë ti ke nevojë për content creation. Më kupton? Unë thua që më shumë biznese shtyhen drejt një tregu global, dhe nëse shtyhen aty, atëherë konkurenca është më e madhe, marketingu bëhet edhe më i rëndësishëm. Jo vetëm tregu global, por çdo biznes që ti sheh ka nevojë sot për prezencë online. Të gjitha bizneset. Në momentin që gjitha ato biznese kanë nevojë për prezencë online, do kenë nevojë për njerëz që merren me prezencën online të bizneseve. Edhe kjo do sjellë, domethënë, ndoshta ai s'ka për të marrë edhe një copywriter edhe një designer edhe një ndoshta të gjitha këto profilet e teke, si të thuash, copywriting, designer, account manager, ndoshta do futen që të gjitha në profilin e social media manager, edhe ai me anë të AI do bëj taskun e copywriter, do bëj taskun e designer, do bëj taskun e research, taskun e data analysis. Më kupton çfarë po them? Domethënë që do jetë këtë punë që e bëni 3-4 njerëz do e bëj njëri që do vazhdoj të quhet social media manager. Po un jam me ata, un jam ai avokati i djallit me ata që thon do jenë prap gjithë këta profesionistë në fusha ndryshme, por pse një profesionist të shkoj edhe kur un kam shkruar artikujt për aty ku jam tani, duhet të shkoja të kuptoja çfarë ishin elementet e një artikulli, si duhet të shkonte, si Google i shkon edhe kërkon, sepse duke ditur këto gjëra e kuptoj dhe promptin më të mirë, sepse gjithë ky prompt, një çarçaf prompt ka të shkruajtur këto element, këtë stil toni, këtë lloj në fund një FAQ, skema, gjithë këto mënyra se si makina shkon edhe lexon këtë artikull, se si crawlerat e marrin vesh, mund desh që ti mësoja, se s'ma thaj ai. Kupton çfarë them? Edhe pse targjoja gjithë këtë pjesë, pse targjoja gjithë këtë pjesë të kohës time dhe energjisë, kur mund të kisha marrë vetëm një kod fraksionalizuar të një copywriteri, le të themi. Kupton? Dhe ajo që unë them është që tregu mund të zhvillohet në disa mënyra. Njëra është ajo që the ti që thjesht nuk kemi nevojë për të tjerë dhe i bëjmë vetë ato që si bëjmë dot me AI, dhe ato që dimë me bë më mirë do i bëjmë manualisht. Por AI-n do e përdorim për gjëra që s'dim. Por mund të shkojë edhe që me AI-n tani që më merr mua, që më bën mua të gjithë pjesën atë më të lodhshme nga ana e punës, me heq atë kohë dhe ma lë atë kohë ta kem dhe ta përdor, atëherë do të thotë që mund të bëj të njëjtën gjë për më shumë njerëz, le të themi. Dhe prandaj thash në fillim të episodit, është më shumë një shtys për neve që freelanceri, që nuk ke përgjetur shumë vende për 40 orë në javë. Kjo ishte që po thoja. Që sidomos kur nuk je një nga ata më të mirët që punon për kompaninë të mëdha, do jetë sa vjen edhe më e vështirë që të gjesh 40 orë për ato kompani. Dhe çfarë do ndodhi, mendoj unë, është që do ketë shumë biznese dhe shumë profesionistë të tillë që marrin shumë biznese në njëjtën kohë, sepse AI ja bën të mundur që mos targjojnë shumë kohë në një biznes. Dhe vetëm të jenë 2 orë në ditë për një biznes, për shembull, ose 8 orë në javë, 8 orë diku tjetër, 8 orë diku tjetër. Kupton çfarë po them? Dhe kjo është gjë e mirë sepse
e bën profesionistin të mirat e freelancerit, e bën profesionistin të mendojë edhe si të shesi, si të marrë një pjesë të riskut në mënyrë që edhe oferta të jetë më mirë. Që ato gjëra që kemi përmendur në të gjitha këto episode që kemi bërë deri tani. Pra, do e bëj personin që është i mefsht edhe që do vetëm një karrige, një punë, zgjohet edhe thot do të shumë vështirë që unë ta gjej atë lloj pune. Nuk e domethënë, nuk e mbetemi prapë tek elementi njerëzor që në fund të ditës varet se çfarë prerje ke ti e çfarë kapaciteti ke ti pa filluar të merresh me AI që do të rregoj se çfarë do ndodhi me ty në treg. Do thënë është prapë ajo që ti je AI, ti je një njeri, është si puna njerëzve që futen në universitet. Të gjithë do futen në universiteti, të gjithë do marrin po atë lloj mësimi nga njëjti mësues, do kenë po një diplomë fund fare, po me nota të ndryshme. Dhe kjo diplomë do ndaj çfarë bën njëri, çfarë bën tjetri. Edhe pse nuk është mund mos jetë shembulli më i mirë se në universitet dalin më mirë ata që mësojnë përmendësh. Po ta kanë fjalën është tamam aksesi në një bibliotekë të madhe me 5 milionë. Korrekt, edhe me thënë drejtën, gjërat e reja unë i mësoj më shpejt tani, sepse i bëj një deep research, i bëj audio overview dhe i dëgjoj gjatë me makinë kur shkoj dhe vi, kam edhe më shumë kohë për dëgjuar informacion. Por prap, duhet koha e praktikës, duhet koha të marrjes me një lloj pune. Prandaj njerëzit profilizohen, por në këto gjërat e tjera mund të jetë kjo që ti futesh angarisë dhe ta bësh me AI-n sa për të qenë diçka, siç e bëj unë, sa për të qenë diçka decent. Diçka që është e mirë. Që unë renkohem, që me 2-3 javë renkohem me ato artikuj, edhe që njerëzit klikojnë, edhe që unë e quaj me qenë mrekulli se t'ja unë për copyright, a kupton, gjitha këto gjëra vetëm duke lexuar, duke provuar, duke parë në praktik, por aq mund bëj, pse mos t'ishte një lloj tregu që një copywriter e një dikush t'jepte shërbimin e vet për ato 2-3 orë. Kupton? Sepse me AI mund t'i bëj më shpejt gjërat. Dhe t'ishim një lloj kombinimi 4-5 vetash që bënim shumë biznes në njëjtën kohë. Ajo që kam parë unë me përvojën time personale është që një nga arsyet që pse unë personalisht unë personalisht arsyeja pse më ka ecur le të them në rrugtimin tim, në karrierën time, është që unë fillova kur fillova unë të punoj si copywriter, unë e kam kuptuar shumë vonë. Unë kujtoja se unë isha fillestar në copywriting. Do me thënë në që të bëja koncepte reklamash edhe reklamash për televizor, për radio, tjera. Okej. Ajo që kisha vënë re unë ishte që në momentin që Shqipëria u hap dhe ne kishim akses ke televizionet italiane, unë kam qenë shumë i dashuruar mbas reklamave. Do të thënë, edhe kur kishte reklama, unë s'e kam ndruar kur televizorin, i shikoja me një kështu qejf me pasion të madh sepse ai twisti i reklamave ajo ke parasysh shock value më argëton të jashtë mase dhe më ngacmonte mendjen në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe e kisha harruar që unë kisha vite të tëra që bëja research pa dashje, a kupton? Kisha një background të jashtëzakonshëm. E kisha të pasion që më përpara, dhe në faktikisht isha marrë, por nuk ishte profesion. Po se kisha kuptuar, po. Dhe e njëjta gjë ndodhe dhe këtë background nuk ta zëvendëson dot AI, mund të t'japi insight, mund të t'japi majën e icebergut. Më kupton? Po gjithë atë rrugëtimin që ke bërë ti për të arritur atje nuk ta vjedh dot. Është e pamundur. Nuk ka për ta bërë dot kurrë këtë gjë. Sepse ky rrugëtimi të pjek ty në një mënyrë që ke një kontekst tjetër për advertising që mund ta ketë dikush që mund të ketë 5 vjet dhe është marrë vetëm me studim. Më kupton? Çfarë po them? Dhe sa do ta ketë ndihmuar AI me informacion. Rrugëtimin tënd personal dhe kontekstin që fiton ti në industrinë, duke e jetuar industrinë e marketingut, nuk ka për ta dhënë dot AI, do të gjetë prap ai elementi njerëzor do jetë kështu, si të themi ne, do jetë themelor, do jetë prap baza e çdo gjëje. Dhe është po kjo anë e natyrës njerëzore që është
kërkimi edhe hulumtimi që me anë të AI do fitoj ai që e ka kërkimin dhe hulumtimin më të, si themi ne, më të fortë dhe më serioz. Për shembull, në qoftë se janë dy copywriter ata të ose dy dizajnerë që përdorin AI-n, a kupton, do fitoj ai i cili e ka hulumtimin më serioz në fund ditës. Më kupton çfarë po them? Do thënë të tools do jenë prap po ata, aksesueshëm për të gjithë. Po kush i ka përdorur këto tools me njohurinë se si ti përdorësh dhe kush i ka studiuar më shumë këto tools. Sepse mënyra që ti merr vesh se si ti përdorësh është duke rritur cilësinë e punës tënde. Kështu që prap kthehemi tek ai që është bërë i mirë sot, nuk është bërë i mirë sepse nga hiçi, është bërë i mirë se ka një kulturë pune, ka një sistem. Dhe këtë sistemin ai prap ka për ta përshtatur me AI. Korrekt. Edhe siç janë përdorur teknologji të tjera më përpara, tani përdoret AI. Dhe ky nivel profesional dhe njerëzor i këtij personit kaq të aftë në profesionin e tij, ka për të përkthyer në mënyrën se si ai do përdori AI-n dhe çfarë rezultatesh do arrijë me AI-n. Ndërkohë që dikush tjetër që nuk është nivelin e tij, jo vetëm profesional, po edhe mendor, edhe etik profesionale ka për të arritur rezultat më të ulët. Edhe nuk ka për të arritur në thonjë se ti thua ti vjedhit tregun dikujt me etik profesionale dhe etik njerëzore dhe pasion më të madh. Domethënë, nëse ti ke pasionin, nuk ka çfarë tools përdor tjetri. Korrekt. Shumë dakord me ty 100%. Tashi, na thuj pak kjo AI mod që ka nxjerrë Google-i. Çfarë do bëj kjo për zero click searching? Unë po them se zero click searching po na mban kështu zgjuar natën. Na mnyti. Juve ju copyright po e unë që merr marketingun. Se ikën një kanal, është gjynaf, por ikën një kanal. Tash si do marrin vesh për neve njerëzit, duke se do ngelin vetëm Instagram e TikTok e YouTube. E keqja është domethënë gjithë ky ajo që po thotë ti që gjithë ky investimi që është bërë në njohuri për SEO e për gjëra e lartë e poshtë, tash ajo bie poshtë sepse ti s'ke për të shkuar më në s'kishte asiguracion për këtë, se kishin blerë një asiguracion. Po as tek njëri asiguracion. Pra kthehemi prapë tek ajo që tani na ngelet prapë neve të shpikim mënyra të tjera me këtë veglën e re që si të bëhemi viziv për klientët tanë, si ti bëjmë klientët tanë viziv tek të duken, të shfaqen tek të tjerët. Dhe do kthehemi prapë ke social media. Do të prapë do i kesh content, do kesh emailin, jo, emailin. Çfarë ka ngelur do bëhet më e rëndësishme. Çfarë ngelur do bëhet më e rëndësishme. Ajo që unë do të them personalisht do të jem kështu jump the next wagon është që të gjitha gjërat që janë në ekosistem që më lehtëson punë jashtë mase. Do të ishte të mërshme të kaloj, bëj upload dokumente tek ChatGPT për të bërë analisis e PDF-ra e gjëra e për të bërë extract tekste, budalliqe gjëra të natyre. Tash i ke ti e te kalimi të Gemini. Ne, ata kalon direkt tu dhe i ke që të gjitha me i vend. Dhe mbi të gjitha është sepse të punoj me ChatGPT ishte si me punu me punëtor shqiptar, tipi që t'ia thush gjithmonë gjërat në e para. A kupton? Ndërkohë që tani kjo duke pasur të gjitha në ekosistem, i ke Google Drive, ne ke të lidhur, ke çdo gjë. Se shka një parandenjë që sa do kalosh ti te Google-i, do filloj GPT-ja të ketë kontekst. Ka ikë mira tash nuk shumë, nuk kemi nevojë më. Tash çështja është që me AI mode ka zero click search, zero click. Edhe më keqe, çfarë është zero click tash? Zero clicku është që ti kërkon për kush është një kapele e mirë për mua për fundjavë, ku shkoj në Biellafi, në Miami, në Kish. Edhe nuk se kjo është e-commerce pasaj, po edhe si artikuj. Kush kapele e mirë, top 5, top 10. Nuk do dalin më si artikuj në Google. Dhe nëse tani për tani e keni AI overview dhe pasaj janë artikujt, edhe më keq do jetë me AI mode të cilën nuk do ketë fare artikuj. Do ketë reference, pika, po gjëra shumë të vogla. Tash unë nuk e kuptoj si Google do kanibalizoj atë rrymën e vet, po pra të ardhurave, e cila ishte pay per click. Ka një si do funksionoj se marrësh. Shiko, ata them që kanë bërë lëvizjen e duhur sepse këtë po vetvetiu e kishte shmangur ChatGPT-ja. Domethënë kur ti e jep ChatGPT-s kishte filluar jepte referencat. Okej, nuk jepte apo jepte? Jepte. Kishte filluar jepte referencat, po këtë kishte shmangur këtë
Edhe ChatGPT ishte për 0 klik dhe këta thanë, okay, derisa doli kjo, më mirë ta bëjmë ne me databazën që kemi, edhe ta ashu vet, po ta kemi ne dhe ta monetizojmë nëpërmjet $20, se sa domethënë ta lëm pa bërë gjë. Dhe ka ndodhur dhe Jo, kjo nuk është është $20 kjo. Kjo do bëhet roll out. Ka ardhur te Google-i im te browseri, nuk e kuptoj. Po them për atë, po marr rastin kjo që ti shoku më dhe më keq, po marr rast kështu mesëm, a kupton se s'po them $100. Është e njëjta gjë që duhet kishte bërë Kodaku me digital photography. Sepse Kodaku ishte ai që e shpiku, ishte një punonjës i Kodaku dhe ai që shpiku aparatin digital. Dhe Kodaku tha, jo, nuk është biznesi, nuk duhet ta nxjerrim neve këtë sepse do kanibalizojmë filmin. Ma kupton? po, E di këtë histori? të ardhurat e thonë. E di këtë? Jo, nuk e di, sorry. Do të thonë, Kodaku falimentoi sepse erdhi teknologjia tjetër, ata ishin dhe ata business model ishte ata po donin film, fotografi me film. Po të rinj që nuk e din fotografia me film ishte kishin një aparat që shkrepje, edhe ishte një film të cilin e printoi në një letër tjetër. Edhe Kodaku i kishte prodhonte këtë filmin quhet. Po, sepse pasaj filmi shkonte dhe bënte ekspozimin tek studia. Ishte një punonjës i vet Kodakut që shpiku aparatin digital që nuk kishte nevojë për film dhe o prezantoi e prorëve të tij, të cilëve ju pëlqeu ideja si zhvillim, por nuk e prodhuan me frikën që kjo do na prishin modelin ton biznesit. Dhe kur doli dikush tjetër dhe e prodhoi këtë aparatin digital, sepse ai ishte e pashmangshme, dikush do ta bënte, gjithë biznesi u shkatrua sepse do të ndodhe ajo që ata kishin frikë që do ndodhte. Po ti nuk e shmang dot. E njëjta gjë edhe me Gemini, domethënë 0 klikun ata nuk e shmangin dot, sepse kanë filluar ta bëjnë operatorë të tjerë. Pra çfarë bëjnë? Njerëzit kërkojnë me Perplexity prej kohësh. Më mirë ta kërkojnë. Unë vetë kërkoj me Perplexity. Më mirë ta prodhojmë vetë dhe kemi kontroll dhe marrim të dhënat çfarë po kërkohet edhe kemi të tjera insight pra është prapë në ekosistemin ton, sesa të injorojmë faktin që kjo gjë ekziston sepse do nxjerrin lekët nga pay per click, sepse ata kanë dhe fonde të tjera. Çfarë më pëlqeu mua është se nëpërmjet një researchi ishte marrë vesh që ata 80% që ngelin në faqen e parë, 60% e tyre nuk kanë klikuar tek faqja me AI overview, tani për tani, jo me AI mode, me AI overview nuk kanë klikuar. Dhe nuk kanë klikuar sepse i ka mjaftuar AI overview-ja në fillim, nuk kanë klikuar sepse i del një përgjigje e queries direkte në meta tag, dhe nuk kanë nevojë të klikojnë, nuk kanë klikuar sepse kanë klikuar te një nga ato akordjen me shigjet të FAQs dhe kanë gjetë direkte përgjigjen aty. Pra, tu studimi ishte që këta njerëz nuk kanë klikuar gjithsesi. Dhe Google-i prej kohësh ka nxjerr gjëra që në fillim që ti vetëm ti shohësh. Në thënë, Google ky drejtim ishte, edhe pa AI mode. Ka një informacion, nuk e di, konkurrenti më i madh i Google-it dhe shembullin e Kapeles. Domethënë konkurrenti më i madh i Google-it në çështjen e search-it nuk kanë qenë as Mozilla, as Bingu, as ku dëgjon, as Safari, as çato Apple-it, nuk e di. Domethënë konkurrenti më i madh i Google për research ka qenë Amazon. Sepse për e-commerce. Jo për e-commerce, në përgjithësi. Domethënë për produkte, një informacion për produkt. Po, sepse një pjesë e mirë e search-it bëhet për produkte, ku mund ta gjej, sa lek bën, çfarë cilësie është ky produkti që më shfaq mua këtu. Dhe shumë njerëz, domethënë, përdorin në Amazon sepse në Amazon kishin me review, kishin me customer experience, që tregonin provojën e tyre me këtë produkt, ku e kishin bler, sa lek ishte. Dhe kjo ndodhte. Domethënë që një pjesë e search-it dhe një kurse search-i për qëllime akademike, pastaj është tjetër muhabet. Kur them akademike në kuptimin edhe ne që bëjmë për marketing research, prapë më thonë se akademike është ajo sepse ti bën research informacion, për informacion. Informacion që të shërben ty. Po, search për informacion. Po, search për informacion. Dhe në shumicën e rasteve search për informacion ka qenë është sipërfaqësor, domethënë thjesht për të shuar një kuriozitet ose për një debat, ose për të vërtetuar një fakt ose për të bërë një çfarë është? Çfarë është? Ose si? Çfarë është e si?
Kurse në momentin që ti e ke searchin akademik, që ti ke nevojë të rendisësh edhe të listosh informacion, Scanner është akoma dhe më e rehatshme, ti e vlerëson akoma dhe më shumë one click searchin se kursen kohë gjitha gjërat bashkë, ke të listuar çfarë lloj gjë që ndodh. Për sa kohë që kjo prek një pjesë të industrisë tonë që është SEO, nuk kam çfarë t'i boj, keq më vjen po. Jo, keq më vjen. Tani këto artikuj nuk do hidhen plera nesër kur del AI mod, apo jo? Po, sepse këto artikuj bëjnë referencë nga LLM të tjerë, edhe nga Perplexity dhe nga Google dhe nga gjithë. Tani mënyra se si nuk do këto crawlera e shohin këtë artikull nga ana e një AI të një roboti është omni search, pra marrin të gjithë informacionin, sepse e kanë kapacitetin të kuptojnë në përgjithësi biznesin tënd. Te këtu bëhet edhe më rëndësishme të segmentohesh dhe të shkruash vetëm për një target audience që ke në mendje. Pra mos shkosh, sepse old school-i është ti kap këto ato çfarë mund t'i shes me disa artikuj, shkruaj për filan 50 vjeçar që ka këtë gjë në artikujt e mi, sepse unë shes këtë gjë, po edhe ai mund ta përdor. Jo, duhet autoriteti, experience, expertise, authority, edhe po. Pra dalim pra tek ajo që konteksti njerëzor pa e pasur atë volumin e madh të përvojës për të qenë ky AI të zhbiron. Po. Të zhbiron çfarë ke hedhur dhe do që ti ketë internal linkin të jetë i mirë, të tregoj çdo gjë. Unë përdor këto skimat që mund të shikosh te Google Rich Tools. Edhe këto bëhen thjeshta me AI. Se unë thjesht kërkoj Gemini, se ku di unë të kodoj skimat e këto tjera. Ti pak HTML edhe marr vesh kur dua të fus ngjyrat e prinditimi fus te CSS-i, po unë kam bërë kalkulatore dhe gjëra ndryshme me kodim me Gemini. Ose me Claude. Shatali, më kush ma bën më mirë nga ata. Edhe direkte në snippet, se unë website-in kam në WordPress. Custom code, direkte, kalkulator, që s'mund të bëheshin deri dje. Këto janë gjitha bitet rinj, se mënyra kodimit të këtyre LLM-ve. Po e kam lafin, jo vetëm këto skimat për biznesin, për shërbimin, për FAQ-n. Unë përdor shumë FAQ tani, sepse di që nëse bie ajo vëmendje nga ky robot dhe gjen direkte FAQ-n, atë pyetje, atëherë do ma nxjerrë mua artikullin tim, sepse ajo pyetje ka qenë brenda, po ajo pyetje mund të ishte përgjigjur në tërësi, mund të ishte përgjigjur në FAQ direkte, dhe ti e shikon ato pyetjet e also ask dhe di shumë mirë se kush ishin pyetjet që janë kërkuar më përpara, edhe ti e di se kush do pyetet. Dhe faktikisht ajo është baza e kërkimit tim fillestar për të ndërtuar artikullin. Sepse ky artikull nuk do të thjesht në këto LLM, shkojnë në zona ku tregojnë se kush fjalë renkohen, edhe duke parë konkurrentët. Tash çështja është që duhet të kesh të sidomos semantik HTML, H1, H2, H3 të mirë. FAQ, skimën, pyetje përgjigje, sepse është bërë botë e egër tani. Edhe kur është botë e egër, atë lloj long form që kur e kam filluar me long formin në këtë punën që u bëj tani, prej 2 muajsh, 3 muajsh, e bëj long formin, e bëj audio, e bëj video. E bëj video me AI avatar, e bëj audio me notebookun. Të gjithë researchin, jo artikullin, researchin, sepse duke pasur researchin e gjithë, e bën më mirë pjesën e audios. Audio është perfekte. Biles i fusin edhe ca batuta me njëri tjetrin. Do të thënë, gjërat do shkojnë edhe më mirë, po që tani unë numrin e minutave që shpenzoj për podcaste në content creator e kam përgjysmuar veçanërisht te kërkimi i informacionit. Dhe çoj vetëm me zërat që më janë bërë tash i përditshëm, këto të Google-it. Kanë të njëjtin zë. Ajo goca dhe i çuni. Kanë vajt gjithë aty, ato dëgjoj. Janë fan si madh. Tash i do thon Robi, ata janë vërtet orë. Ta mesore, bëjnë edhe shaka, muhabete, hidhin njëri tjetrit batuta. Nuk është keq. Është mirë të kesh njerëz, ta shikosh ne, po nuk është keq. Po kjo është çështja që edhe kur bën këtë përmbajtje, për shembull del në publik,
mos jep vetë informacion sepse nuk e bën dot ti më mirë se ç'mund ta bëj AI. Nuk e bën dot. Kupton? Dhe këto artikuj unë i fus në tërë këto zona dhe i bëj link brenda artikullit. Dhe robi sa po hyn, shef, unë e kam bërë kështu që se nuk e ko ta lexosh, dëgjoje. Do ta shikosh, shikoje. Kupton? Lexoje, shikoje, dëgjoje. Dhe këto janë si tabsa. Lexoje, shikoje, dëgjoje. Dhe rob futen tek leximi, kanë dhe shikim e dëgjim. Futen tek dëgjimi, kanë dhe lexim e shikim. Pra në gjitha këto lloje kanë linqet njëra pas tjetrit që ti shtoj shanset vetes që dal në LLM, sepse tani për tani nuk ka një dikush që më garanton mua sa mirë dal, se është ndryshe me Google-in. Dhe ti e di me Google Search Console-in të tregon se si rankohesh. Plus pasaj un kam edhe një llogaritë Uber Suggest, dhe aty i bëj rank tracking dhe për ditë jam thot ku ka rënë, ku ka dal, kush ka hyrë, kush ka ikur nga rank tracking dhe kam gjitha ato keywords-et e mia të listuara. Por nuk të tregon njëri tani me këtë LLM. Dhe dëgjova një podcast pikërisht sot që po thonin është një triumf që të tregoka se si rankohesh në LLM, po gjitha ato janë versione beta, nuk e dim akoma a thon vërtetën, as thon vërtetën një. Dhe nuk ka njeri që të tregoj se po nuk e mate si do përmirësohesh kur ti se di se si rankohesh. Dhe të është një lëmsh tani që nuk e di njeri edhe a ka bërë punë të mira, punë të keqe, po e di që GPT-ja ka pasur UTM tek linqet e tyre. Po. Kupton? Që ma merr mendja ose po mundojnë që të nxjerrin diçka të tillë që të tregojnë se si rankohesh, ose duan që të kenë një lloj mënyre për një burim të ardhurash, duke pasur UTM-in tek URL-i. Mendoj që ato janë të hapura. Ço flasim pak çik për gjëra teknike kush na dëgjon, po ku ti ka zën halli me këto SEO? Na kupton, na mirë kupton. E di. Ka gjithmonë vend për t'i marrë parat, më thonë za, ja opsione të ri, edhe pse mund të haj, mund të ketë vrarë një po solli trafik. Po solli trafik është gjithsesi prurje. Betemi tek ajo që në fund të ditës, do ajo që më them unë për ta mbyllur këtë bisedën tonë të gjatë me shumë gjëra të pakuptueshme për shumicën e njerëzve që ja kanë varur AI të thonë a kush merret me atë, s'ka lidhje ta kuptojnë. Të gjithë ne kemi filluar nga zero për çdo gjë, do thonë edhe në profesionin që ti ke sot ke filluar nga zero. E njëjta gjë me AI, do fillosh prapë nga zero. Po çështja është që sa je në gjendje ti për të qenë një researcher i mirë dhe një nxënës i mirë që do t'rregojë në fund fare do ta humbasësh apo jo vendin e punës për AI. Kaq e thjeshtë është. Domethënë kanë bërë mirë kur ca profesorë të mirë thonin, dëgjoj çun, ne të mësojmë ty si të mësosh. Mos e frit mendjen. Fix. Dhe sikur ta dinin ata, sikur ta dija unë që ca gjëra thjesht nuk do vlenin më punë vitesh. Shiko, është si thon, it's a bit of history repeating. Është po i njëjti pattern, është po i njëjti rreth. Domethënë vjen koha e një industrie tjetër edhe që zhduk një komplet çfarë ka ndodhur deri në atë moment. Jo e zhduk, po bën të panevojshme çfarë ka ndodhur në atë moment. Edhe ti do përqafosh industrinë tjetër, kaq e thjeshtë. Po jo se do ngelesh pa punë, do vdesësh për të hangër në nesër, sepse ti ke një formim. Është domethënë njësoj si çfarë them ty. Ore dikur ka qenë vështirë edhe kalimi nga shumë njerëz patën të vështirë të kalonin nga kuajt tek makina. Më kupton? Ka pasur një moment kështu që njerëzit kalonin nga kuajt, ka kaluar nga kuajt tek makina. Ka qenë një goxha kalimi vështirë për shumë arsye. Më kupton? Po ama është një gjë që po ndodh dhe sot. Në kontekstin ton halli është ai që ka ruajtur kuajt, edhe që ka shitur kuajt. A është i njëjti që vajti te makina pasaj? Apo nuk e domethënë se çau bë me këta njerëz që janë marrë me kuajt. Chelsea është tek ç'a informacioni dhe ç'a përvoje ka ky person mbi transportin. Sepse transporti si të flasi dhimbjes të klientit. Domethënë, edhe kush është dhimbja e klientit? Dhimbja e klientit është si ta çojë unë këtë nga fabrika
ke bëja, a kupton? Se përdor kalin, se përdor makinën, se përdor teletransporting është. Mundësisht edhe ti gjej, dëgjoj, mundësisht kali është më i mirë për këto lloj udhëtimesh, por për këtë makina lloj është më e udhëtimi. mirë për këto Po lloj. makina është më e mirë për këtë lloj udhëtimesh. Domethënë, okay, është prapë sa e njeh ti në fund të ditës. Është përvoja jote ajo që ka për ta bërë. Nëse ti refuzon që të thuash, okay, makina is the next thing sepse kur e gjon, Se mos ata që ja bëjnë makina është djalli e fillojnë kështu o do e hedhim në turrën e truve. Edhe kjo është ideja. Shumë mirë, pëlqeu shumë kjo muhabeti sotëm, me çfarë do mbyllim një herë, 2 këshilla, 300 para. Edhe ju urojmë sukses në shkollën tuaj të re të AI-t. Merreni seriozisht. Po fshitnami me AI, po fshitnami me AI. Unë po ndihem kështu si kalamajn vogël që përdor këto veglat e reja edhe po bëj gjëra çuditshme. Që s'do ma merrte mendja që t'i bëja më përpara, me thënë drejtën. Po është edhe e mira e të filluarit në punë për këta që janë si tip startup sa të rinj, sa t'japin liri, jepi me AI, thonë si vrit me ajo gjëja më e bukur që kam vënë re është që kjo kur ti kryen një proces dhe e bën AI, ti vetvetiu të krijohet ideja sikur ti s'ke bërë asgjë. E ke punën të mbaruar. Edhe unë do ta heq nga goja, e bëra me AI. Jo, e bona unë me teknologjinë më të re. Edhe kjo është, sidomos për njerëz të embël si puna ime, është një kështu fitore jashtëzakonshme sepse domethënë të duket sikur ke shpëtuar nga një punë. Më kupton që ajo ti ke për ta bërë këtë procesin. Kjo ta zgjidh këtë procesin e ty të krijon një lumturi të jashtëzakonshme, sa bukur, kam këtë materialin që më duhet. E kam të researchin, e kam këtë insightin. Nuk më është dashur. Do t'ja bësh vetë shpatulla kështu ti thua bravo e gjeta atë teknologji, e kurseve atë kohë me teknologjinë e re të lum dora. Kështu që edhe ti futesh AI vetëm për të përfituar këtë shortcutin kështu të jashtëzakonshëm që duket sikur ta ngjetë dikujt tjetër punën tënde. Është vetëm për këtë, $20 ka hak. Vetëm shiko, është edhe ne shqiptarët vetëm për qylin. I ram qylit me AI. Tash kur paguaj një sekond, po të paguash $10 nuk është më qyl, po është badjava, apo po. Fal. Është diçka simbolike. Simbolike, kafe. Apo tipi që. Sa më pëlqejnë këto. Sa bën kaq kafe në muaj ose gjys kafe në ditë. Po. A nuk të hepi ti gjys kafe në ditë, ku dëgjon? Kalit thënd. Shumë faleminderit kush duroi deri këtu, pas kemi pas nerva të fuqishme që na keni dëgjuar për 1 orë. Do dëgjojmë në episode të tjera, do ju premtojmë që do flasim më shumë për teknologjinë. Like, subscribe, share. Edhe mos e vrisni mendjen se do bëhen gjërat më mirë. Ciao.